Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ai do të udhëheqë sërish ekzekutivin e ri të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt e udhëhequr nga lëvizja vetvendosi edhe unë. Por Kurti nuk i përgjigj pyetjeve të gazetarëve se me cilat parti opozitare lëvizja vetvendosi është më e përafërt. Ndërsa negociatat vijojnë për formimin e qeverisë, nënkryetari i lëvizjes vetvendosie Glauko Njufca tha se vetvendosia synon të formojë qeverinë e re me mbështetjen e partive jo serbe. Siç e keni parë, qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet jo serbe. Ky është qëllimi ynë, sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar listën serbe që operon në ndikimin e Beogradit, që të ketë pushtet vendimtar, siç kishte në qeverit paraprake. Ndërkohë pritet që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës të mbledh kryesin e partisë në mënyrë që të diskutojë rezultatin e zgjedhjeve, si dhe drejtimin që do të marrë pas certifikimit të rezultateve nga KQZ.